SPA ka kërkuar thirrjen e 27 dëshmitarëve në procesin gjyqësor në gjykatën e posaçme ndaj kryebashkiakut socialist të VAUTD-s, Kristian Shkreli, në akuzë për korrupsion zgjedhor. Prokurori Dritan Prençi relatoi se nga hetimet përmes përgjimeve dhe vëzhgimeve ka rezultuar se Shkreli është përfshirë në veprimtari të jashtëligjshme gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe se provat e mbledhura provojnë se kryebashkiaku ka kryer veprën penale të korrupsionit në zgjedhje. Nga ana tjetër, mbrojtja e Shkrelit ka hedhur poshtë akuzat, duke argumentuar se nga të gjitha vëzhgimet nuk del në asnjë moment veprime për të cilat prokuroria ka ngritur akuzë. Hetimet e SPA kanë nisur më 20 mars, mbi një muaj para zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025. Në prag të zgjedhjeve të 11 majit, Shkrelit ju sekuestrua telefonin celular, ndërsa ju ushtrua edhe kontroll. Ai është i dyshuar për veprën penale të korrupsionit të zgjedhor, pasi dyshohet se bleu vota për PSD-n e Tom Doshit.